Do të takojmë që mikun tim. Është këtu. Thoni çfarë të doni, po unë do të takoj. Tashi do filloni ju e diun, po filloni sa doni. Ky po e bën me vepra. Prandaj them unë që siç e bën ky, duhet të vini dhe juve deputetët e... Ata të takoj pak u balere. Po. Ata gjithmonë do e thonë diçka. Gjithmonë do e thonë diçka, nuk ka problem. Po jo më le të thonë çfarë duan. Si e? Unë iku Rama që u bë protesta dhe u bë ajo. Këtë po them unë. Që po bëjmë si Luli, tani duhet vijemi me vepra. Qindra njerëz këtu edhe me rrethu. Ore, unë ju them deputetëve. Tim, deputet. Që marrin karrierën e vinë këtu. Po ju dhëm bysa. Si dhe kam të një? Mirë. Mirë ke qenë? Mbajmë akoma. Dita e? Duhet jetë 50 sot. Në 31 janar, 31 janar në orën 6 masdite kena thirrë protest në radhës. Edhe ideja është e qëndrueshmëria, sepse është si puna asaj Vrenos, si puna asaj guriçkës te këmbat e atletja. Për shembull, po të fusësh një guriçkë ti te atletja, bëhet gjak këmba, nuk kupton, edhe punë e kësaj, qëndrueshmëria e bezdis e bën brigadime, e bën që të lodhet. Mendoj unë. Ke dalë në Tiranë sot? Jo, do iki sot, jam edhe në një emision. Më thanë që kisha ardhe pak më parë, po unë isha në pak. Po prandaj thasha, bini dhe njëtë të ta gjej. Unë nuk fola aty, se më të marrë një media, edhe tash nuk ka se nuk e kam në kontrakt që duhet të flasë. Në media të tjera. Dhe i thash jo ta mbylli gojën, se unë isha me Saliani. Që si ka qarë engra drejt, kupim kafe, dolëm aty. Jo, ti me këtë, pse me Saliani... Se qarë ka Saliani? Apo se bëri... Po jo mos si që je ti... Apo se bëri burga i për idetë që kishte? Ose si që të thonë ty, i Soros, i Leshi, Preshi, ti tani ke këtu. Të tem se ti i ke qef këto, këtu të lënë 7 zanë pa të preku, mos e vrimë një bratë. Po jo, e vrash mendje sepse këta pidhin poshtë të gjitha më vra. Po që keme? U bere i lindas, u bere këshu. To pi kjo. Lidhje ka që unë i lirë hyra, i lirë dola dhe që aty. Kjo që mundësia e komunizmit diku, që lidhje ka kjo me të tjasë. E po dakord, po na lodhin me vla, unë po lodhin vërtet. Unë ju thash edhe para saj, para protestës të edhe këtu thash. Por e dakord, do bëni juve. Do bëjmë protestë, do edhim shashka, do edhim Barovi, si shbën të Luli. Rama iku, ja ku është sot, jemi sot, është e në, sot, ka vetëm një mënyrë si i kanë Rama. Ore, duhet të rinë si ty, të marin karigen, deputetët tim, të marin karigen të vinë këtu tërë. Rama ikën nëse ne të gjithë i lëme gotë më njanë, dhe mendojmë që më e rëndësishme se partia apo interesi i vogël është Shqipëria në këtë fazë, se cila po zhbohet dhe po largojnë gjithë. Dhe në këtë drejtim duhet të gjithë të vinë jo për mua, secili në të vetën. Dhe nga këtu pastaj, nëse bëhen shumë njerëz publik, shumë qytetar të angazhuar, të cilë vendosen këtu, ajo rezonon në të gjithë vendin dhe pastaj vendi të ngrihet në protestë në çdo cep, në çdo kryqëzim, në çdo qytet dhe të pamundsoj qeverisjen e tij duke e bllokuar në çdo anë. Unë jam për grevurie, të vinë këtu ata, të mos anë as bukas. Nuk ka nevojë për grevë, ajo mjafton qendrës. Po jo, grevuria është më i nxit qytetarët më shumë, mendoj. Në qoftë se ata do rinë këtu me karige, do me thënë që japin që nga vetja, se këtu me ky është mesazhi, do me ke kap shumë sakt. Ideja është ne duhet të tregojmë që japim nga vetja, jemi të gatshëm të sakrifikojmë për ndryshimin. Kjo është ideja. Unë edhe simbolika e kësaj kjo është. Unë kam 3 vjet që u them këtyre të bëdes. Ore, grevurie, duhet grevurie, se me protesta ju nuk ikën, kemi 12 vjet ne. O flas. Nuk ikën më vlla me protesta. Tashi ti do të heqësh Ramën apo nuk do ta heqësh? Ti do të heqësh vetë kështu si them unë, në kuptim jo unë, po duhet më një sakrificë. Ka tash çfarë? A të bëj protestë, 5 shashka këtu, 10 shashka, edhe çfarë? Sot është kryeministri, aty është. Jo mos thjesht ta të pastrimit marrë deri në radhë, se do të pastrojnë. Si bëhet tani? Kjo i bëhet duhet organizuar i gjithë populli dhe populli ngrihet, qytetarët ngrihen nëse të gjithë ne sakrifikojmë diçka nga vetja duke u dhënë një mesazh të qartë. Kjo që po bëjmë këtu lidhet eksaktësisht me këtë gjë. Unë nuk pretendoj që mundi ngrihet gjithë shqiptarët në këmbë, por nga ana tjetër nëse bëhen shumë që bëjnë të njëjtën gjë, atëherë mendoj që krijohet fryma e duhur. Mendoj. Fix.
Pastaj kush e qeveris? Ja, shiko, rinia. Vijem, Respekt. që po? Ha more. Torëm live. Live ini live. Ja, Çu o të duhet? Beteja është mos ikim këta nga Shqipëria dhe. Fix. Dhe çfarë bëjmë tani? Nuk është akoma mentaliteti komunist. Pastaj dua të them O me mua o armiku im. eksakt të doja të thosha, se ti ke një kategori ndjekësish të cilët dua të flas. Edhe falenderoj që më nxori live, ha? Po jo mo. Ore. Shiko, Unë të kam, ne jemi bashkë miq, pa hyrë politikës ti, më ke respektuar. kemi respekt për te çdo gjë. Është i vetmi njeri që nuk më ka folur kurrë për politikën, a më ka qarë Saliu, në asgjë. Prandaj e dua. Sa e rulemi, jemi ulur e për dreka, nuk më ka thënë kurrë, sepse mi di bindjet, që unë jam demokrat dhe më di, edhe mi respekton, edhe i di qaqë, edhe kurrë s'më ka rënduar, që të më thotë që, e di ky, shumë mirë që unë jam, edhe nuk më ka cmon kurrë, nuk më ka thënë një gjysmë fjale. Juve filloni, po nëzëra një foton me këta, do filloni tani, Soros, si çdo ti, Unë jemi miq. s'ka, më kuptono. Dgjoj, ajo që dua t'u them është kjo, është e vërtet në fakt, ne nuk flasim thuajse kur për politikë kur ulemi, kur takohemi, sepse njerëzit duhet kuptojnë që ai modeli që ne i thoshim dikujt, shoqëria i thosh dikujt, o me mua kundër meje është modeli i Hoxhës, dikur, jemi Hoxhës. O me mua me kuj me shakoma. Është modeli ati. Ore- Ne duhet kuptojmë që duhet jemi të ndryshëm. Ore kanë 2 ditë më bastarduan, se më pa. Po më çfarë me Salianin. Tash unë me Salianin e nga drejt piva kafe, tani ti thesha unë ika se kam fikse do më shkojnë këta. Jo mono, po që turp për mua ti ikna. A kupton? E nga drejt më respektovi. Tim kafe, bati ora dolëm në shesh. Dolëm protest. Ai janë protest unë. Jo, po pse me Salianin ti se ky është kundra neve. Atia kundër Saliani kujt, se ai bëri është burg. demokrat. Ai bëri burg. Bëri dhe burg. E po tani këta, jo po. Ore, pse është kundra Berishës tani? Jo, ç'lidhje kanë këto më? As me Salianin s'ka fosun për këto ore. Ma beso, as me Salianin, nuk më pëse di që unë jam. Respekt. Kush jam avokat? Jo. Jo. Edhe kështu tani, prandaj qëndrova që këtu, Tani të e gjithë fundit fare, miqve të tu e themi fundit fare kjo është. Kush ka bythët, ja t'ulet aty, të vitë të marrë një karike, t'ulet e më vete më. Te, demokrat, Jo edhe ti thot sa deputetët kaloni e mi, ajdut. edhe t'ulen këtu, të marrin karike, t'ulen, japin nga vetja atyre dhe pastaj do vim dhe ne. Kështu bëhet puna. Tani të bëjmë një përshëndetje për demokratët. Ai do bis. Ju duam shumë, më besoni për këtë. Mos u ndikoni shumë nga këto lart e poshtë. Në zemër, respekte. E rofsh, do? Edhe në barë për të zotit. Edhe në Hajde, respekte.